në SBA, një scenario të tillë dëshirojnë që ta bëjnë edhe me presidentin Maduro, po kuptohet që nuk do të arrin atij qëllimi, ata u përpoqën edhe në periudhën e Hugo Chavez, i cili ishte para presidentit Maduro, që ta ndrojnë pushtetin dhe organizohen disa grushte shtete, mirë po të gjithë dolën të pasukseshme dhe besoj që kësaj radhe do të kemi një situatë të ngjashme. E qartë. Zoti Auti, nga ana tjetër, në deklaratën e fundit Trump ka përdorur të njëjtin ton ndaj Venezuelës, Iranit dhe Koresë së Veriut, pra kërcënim përmbajtur, po pa veprime të menjëhershme, po i shuaj. A mund të quhet kjo si një pjesë e një doktrine të re të politikës së jashtme amerikane, pra një tension i menaxhuar që synon të ruajë këtu edhe ndikimin global pa përfshirje të drejtë për drejtë ushtarake? Po kjo është edhe doktrina e re. Doktrina e re e SBA-s është fjalë boshe. Pra vetëm flasin do ta sulmoj këta duhet të veprojnë ashtu, sikur mendon sikur është kryetari gjithë botës dhe jo kryetar i zgjedhur vetëm me votat e një pjesë të votuesve republikan. Pra kjo është çështje psikologjike për Trump, i cili mendon se nëse thot diçka ajo duhet të zbatohet. Por kuptohet që Korea e Veriut asgjë i konsideron fjalët e Trumpit, për shkak se ata kanë një ushtri të mirë organizuar, kanë edhe bomba nukleare dhe as pak që mërziten për idetë e Trumpit dhe fjalët e Trumpit. E njëjtë është rasti edhe me Irani. Irani ka po ashtu një sistem mirë të organizuar dhe ushtri të fuqishme dhe çdo kërcënim nga ana amerikanëve, ata thuajnë jemi të gatshëm që të i kundërpërgjigjemi. Njëjta vlen për Venezuelën, ata nuk frigohen, nuk kërkojnë ndihmë ndërkombëtare që ta luftojnë agresionin amerikan, janë të bindur, kanë vetbesim se në një rast të tillë ata do të mund të vetë mbrohen. Pra kjo është realiteti i ri. Realiteti i ri është që SBA-ja nuk është më superfuqi ushtarake si në vitet e 90-ta. Dhe gjithë ato luftanijet, armë aeroplan mbajtëse që afrohen në bregun e Venezuelës, unë besoj që lehtësisht mund të shkatrohen dhe të zhyten me teknologjinë e re, dhe nëse fillon një luftë, kjo do të ishte fillimi i dështimit të superfuqisë Amerikës, për shkak se do të dëmtoheshin shumë financiarisht dhe do të turproheshin edhe në aspekt ushtarak, për shkak se do të kishin humbje të mëdha ushtarësh dhe pajisje ushtarake si luftanije dhe aeroplana, nëse kuptohet sulmojnë edhe prej ajri, për shkak se Rusia do t'i furnizone Venezuelën si partner strategjik që e kanë, po ashtu edhe Irani do t'i furnizoj, për shkak se kanë një marrëdhënie të shkëlqyeshme mes Venezuelës dhe Iranit, dhe vetëm që Amerika do të pasojë dhe ekonomia amerikane. E qartë. Mirë, zoti Auti, për të kaluar tek një tjetër çështje, presidenti i SBA-s Donald Trump pretendoi se Rusia edhe Kina po kryejnë teste të armëve bërthamore dhe thashë edhe SBA pra duhet ta bëjë këtë pa qenë më specifik në lidhje me testet e supozuara që mund të ndodhin. Pyetja është nëse mund të konsiderohet tashmë kjo deklaratë si nisje e një gare të re bërthamore dhe ndërkaq cilat do të ishin pasojat që do të kishte kjo për arkitekturën e sigurisë globale që u ndërtua pas luftës së ftohtë. Po, pas luftës së ftohtë kemi ndërprerjen e testimeve nukleare, për shkak se bindet në atë kohë diplomacia se nuk është e mundur që nëpërmjet armëve bërthamore të fitohet një superfuqi tjetër, për shkak se ajo do të nënkuptonte shkatrimin e botës. Dhe besoj që në intervistën e fundit që Trump e tha ne kemi arsenal nuklear sa që 150 herë të shkatrojmë botën. Pra ndoshta kanë 3.000-4.000 bomba atomike, që për ta shkatruar gjithë botën ndoshta do të mjaftonin 500 apo 100 bomba atomike për ta shkatruar civilizimin botëror. Në anën tjetër e kemi Rusinë, të cilët kanë ende më shumë bomba atomike, besoj mbi 6.000 bomba atomike. Ju e përmendet edhe Kina zyrtarisht thuhet që kanë mbi 500 bomba atomike, po ata vazhdojnë të prodhojnë të tjera, sidomos tani në periudhën e Trump, kur ndihen të kërcënuar nga një sulm i mundshëm me shtete proksi, pra duke i bashkuar Filipinën, Korenë Jugore, Tajvanin, Japoninë dhe ndoshta edhe duke e kërcënuar nëpërmjet Indisë, mund të ndodhë një sulm i tillë që me mbështetje amerikane të sulmohet edhe Kina, prandaj ata përgatiten dhe prodhojnë ende bomba nukleare.
Mirë po kjo çka e deklaroi Trumpi, kuptoj që është një thirrje e marrëveshjeve apo traktateve ndërkombëtare, të cilat janë pajtuar shtetet e fuqishme bërthamore që mos prodhojnë teste nukleare për shkak se edhe e dëmton, si ta quajmë, klimën globale apo gjithsesi në ozonin e dëmton, prandaj edhe është marrë një vendim i tillë, dhe është marrë një vendim i tillë se nuk ka nevojë të prodhohen më bomba atomike për shkak se ka më shumë se sa nevojitet një shteti që të ketë. Dhe kjo kuptohet që do ta hap derën që edhe shtetet tjera të fillojnë të testojnë. Një nga ata që mund të fillojë të testojë mund të jetë përsëri Korea e Veriut, për shkak se edhe ata e ndërprerën testimin e bombave nukleare, po mund të ndodhë që edhe Irani të bëjë një testim të bombës atomike. Po ashtu Izraeli nuk ka bë testim të bombave nukleare, edhe pse thuhet se Izraeli ka bomba nukleare, mirë po ato asnjëherë nuk e kanë testuar atë. Ndoshta është koha që ta testojnë, se ndoshta ata kanë plane që ta përdorin sidomos kundër Iranit. Dhe unë besoj që ky testim që bëhet në Amerikë nuk bëhet që të përdoren ata bomba nukleare kundër Rusisë, për shkak se të përdoren kundër Rusisë do të thonte vetvrasje për SBA-n. Mirë po ato ndoshta mund të përdoren që Izraeli të përdor ata bomba atomike kundër Iranit. Një scenario të tillë mund të parashoh në vitet e ardhshme apo në muajt e ardhshëm. E shërdzoj Dauti, Shtetet e Bashkuara janë tashmë në presion për të respektuar këtu edhe traktatin e ndalesës së plotë të testeve bërthamore, megjithëse nuk e kanë ratifikuar pra zyrtarisht. Nëse SBA-ja do të riniste testet bërthamore, a do të hapte kjo rrugën që Rusia, Kina, India apo nga ana tjetër dhe Korea e Veriut ta përdornin këtë si një justifikim për të hapur një garë armatimesh? Po tani Rusia vazhdon që të prodhojë sisteme të reja të armatosis, sidomos të raketave balistike interkontinentale. Kjo çka do të thotë se prej Rusijet mund të goditen caqet në SBA, sidomos për shkak se prej aty i kanoset rreziku, dhe gati çdo 3 muaj apo 6 muaj Putini kryetari i Rusisë del me një deklarat dhe thotë që e kemi zhvilluar këtë sistem, atë sistem. Dhe të gjitha ata raketat e reja janë hipersonike dhe nuk ka mbrojtje ajrore kundër atyre. Pra nëse ata drejtohen drejt SBA-ve, nuk ka sistem mbrojtës SBA-ja që t'i shkatroj ata në ajër. Pra të gjitha ata raketat kundër ajrore që i ka Patriot apo THAAD, ata nuk e kanë atë potencial që raketat hipersonike t'i shkatrojnë në ajër, dhe kuptohet që Amerika për shkak se ka mbetur në dizavantazh në këtë aspekt, amerikanët ende nuk e kanë raketat hipersonike, ata tani kërcënojnë me testimin e armëve bërthamore dhe thuajnë që nëse ju na sulmoni me raketa hipersonike, ne do t'i përdorim armët bërthamore. Pra kjo një shenjë friksimi nga ana e SBA-s, që ka mbetur mbas me teknologjinë. Mirë po në të njëjtën kohë dëshiron që ende të mbaj rendin botror në udhëheqjen e tyre, por tani, si thash edhe më herët, nuk janë vitet e 90-ta, ka ndryshuar bota, ka ndryshuar teknologjia. SBA-ja duhet dal ngadalë që të tërhiqet në territor të tyre, për shkak se me teknologjinë nukleare shumë shtete tani mund ta prodhojnë. Mund ta prodhojë edhe Turqia, sikur e prodhoi edhe Pakistani bombat atomike. Besoj që Irani ndoshta edhe e ka, përderisa Korea e Veriut e ka me bombën atomike me gjitha të teknologji që konsiderohet se është e prapambetur në aspektin teknologjik si shtet. Kjo do të thotë se edhe shtetet e Amerikës Latine mund të prodhojnë, për shembull Venezuela, pse jo? Apo Kolumbia në bashkëpunim me Brazilin dhe ndoshta në të ardhmen edhe Argentinën. Edhe ata mund të prodhojnë ndonjë bombë atomike dhe në atë aspekt Amerika do të ndihej e drejt për drejt e rrezikuar, sikur ndihej rrezikuar kur në Kuba kishte raketa të cilat ndoshta edhe ishin raketa nukleare të stacionuar aty në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe që solli në një krizë në mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik, dhe
parafërsisht do të fillonte një luftë nukleare shkatrimtare për të gjithë botën në vitin 1962, në kohën e John Kennedys. E qartë, zoti Dauti, mos ndoshta e gjithë kjo që po ndodh tashmë dhe deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump pra tregojnë se po përballemi tashmë me një mospërputhje të qëllimshme mes retorikës politike dhe nga ana tjetër realitetit teknik. Më falni, po nuk e kuptova pyetjen. Atëherë, apo përballemi me të gjitha këto deklarata që po bën presidenti Donald Trump me një mospërputhje të qëllimshme pra mes retorikës politike dhe realitetit teknik, dhe është kjo pjesë e një strategjie për t'i trembur kundërshtarët sesa për të vepruar në këtë rast? Po, pikërisht, kjo është një taktik për t'i trembur kundërshtarët, për shkak se teknologjikisht shobaja nuk qëndron në pozitën që do dëshironte që të jetë. Mirë po ata politikisht ende e ndjejnë veten si superior. Kjo kuptohet është pasojë e dominimit të botës së tyre mbas luftës së dytë botërore, mirë po edhe atëherë kishim një sistem multipolar në kuptimin se edhe Bashkimi Sovjetik dhe Kina ndoshta ishin të fuqishme, mirë po pas luftës së ftohtë, kur Bashkimi Sovjetik u dobësua apo u shpartallua, prej viteve 90, Amerika e konsideron veten mund ta quajmë si polic i botës, dhe kjo në aspekt psikologjik e dëmton SBA-n për shkak se ende dëshiron që ta mbajë atë pozitë dhe mendon se nëse i kërcënon kombet e tjera apo shtetet e tjera, do të arrijë në ndrim të regjimit. Tani jo që i kemi vetëm që i kërcënohet Venezuelës që ta ndrojnë kryetarin e shtetit të tyre dhe regjimin e tyre, partinë që udhëheq atë shtet, ideologjinë socialiste bolivare të Venezuelës, ata po ashtu e kërcënojnë edhe Nigerinë. Fjala se kemi diskriminim të minoritetit të krishterë dhe kuptohet që edhe Nigeria edhe Venezuela janë të pasur me naftë. Pra qëllimi është të vidhet nafta nëpërmjet kompanive amerikane të energjisë, dhe nuk është qëllimi për drogën, sikur është çështja për Venezuelën apo për të krishterët, sikur është në Nigeri. Çdo herë gjejnë ata ndonjë arsyetim, po arsyetimi i vërtet apo qëllimi i vërtet është grabitja e pasurive të shteteve të tjera, ashtu që të jenë të pasur dhe të mund ta dominojnë të gjithë botën. Ashtu sikur që i vjedhin në Shqipëri të mirat shoqërore, i vjedhin minierat dhe i kanë të gjithë kompanit të perëndimit dhe ju si konsumator të Shqipërisë të gjithë mallrat që i bleni janë të prodhuar në perëndim, ashtu që e kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë dhe politikanët e Shqipërisë, ashtu përpiqen që ta dominojnë botën, duke i kontrolluar ekonomitë e tyre dhe politikanët e tyre, por kjo besoj që është çështje së kaluarës dhe ka mbetur vetëm në aspekt psikologjik që të frikoj shtetet, mirë po ka shtetet të fuqishme dhe burgshtetas që nuk frikohen nga kërcënimet amerikane dhe kjo është realiteti i ri i rendit të ri botëror. E qartë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, Donald Trump ka thënë se vendet e tjera po testojnë nën tokë, pra ku askush nuk e di se çfarë ndodh, duke sugjeruar pra se SBA-ja duhet të ketë një përgjigje në mënyrë të barabartë sipas presidentit amerikan. A mund të jetë kjo retorike pjesës së strategjisë së Donald Trump për të treguar më shumë forcën e tij, apo nga ana tjetër një sinjal real për militarizimin e politikës amerikane? Po, tani ndodh që të ketë testime ndërtokë. Kush i bën ata testime ndërtokë? Korea e Veriut i bën ata testime ndërtokë, për shkak se ata shteti i tyre nuk është shumë i madh, nuk kanë shkretë të tjera, mirë po kanë male ku nuk janë të banueshme dhe zakonisht ndërtokë bëhen testimet nukleare. Një rast të tillë mund ta konsiderojmë edhe Pakistanin, për shkak se e dim që Pakistani është densisht i populluar. Pjesa kur është për të jetuar, besoj që kanë mbi 200 milion banor si shtet, dhe ata testojnë ato pjese ku janë malet dhe ku ka shumë pak banor dhe testohet ndër tokë. Tani, para disa muajve kishte një supozim se edhe Irani ka bën një testim nuklear ndër tokë, por arsye se në një rajon dikund